Koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim ka zyrtarizuar kandidaturat për zgjedhjet e 11 janari, që do të mbahen në Gostivar e Vrapçisht. Kandidat për komunën e Gostivarit do të jetë Valbon Limani, ndërsa për komunën e Vrapçishtit do të jetë Isen Shabani. Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim, Valbon Limani, ka dorëzuar zyrtarisht kandidaturën e tij për kryetar të komunës së Gostivarit për zgjedhjet e përsëritura që do të mbahen më 11 janar të vitit të ardhshëm. Pas dorëzimit të dokumenteve, Limani deklaroi se pret zgjedhje të ndershme, ferë dhe demokratike, ku siç tha ai, qytetarët do të shprehin lirshëm vullnetin e tyre politik. Mesazhi jonë është që urojmë që të ketë zgjedhje ferë, demokratike, gjithçka të kalon në rregull dhe shpresoj që këtë herë më në Gostivar do të kemi një kryetar të përzgjedhur. Në ndërkohë, pas shpalljes së kandidaturës për komunën e Vrapçishtit, kandidati për kryetar nga Aleanca Kombëtare për Integrim, Isen Shabani, tha se pret që qytetarët të zgjedhin më të mirin. Dorëzova kandidaturën dhe mesazhi im është që qytetarët të shprehin maksimum vullnetin e tyre, vullnetin demokratik, që të votojnë edhe për më të mirin e komunës, që edhe në këtë moment nuk e dim se kush janë edhe ende kundër kandidatët tanë, nuk e di a ka oficial dikush që ka dorëzuar kandidaturë, po ne kemi kryer obligimin tonë dhe na prift e mbara. Zgjedhjet e reja në këto komuna mbahen më 11 janar. Ky vendim vjen pasi nuk u arrit cenzusi në zgjedhjet e rregullta lokale të 19 tetorit.